Fotografia e një protestuesi të mbetur vetëm ulur në trotuarin buz kryeministrisë tërhoqi vëmendjen e Edi Ramës, që mëngjesin e kësaj të martë ju drejtua me një mesazh të gjatë në rrjetet sociale. Toni dhe fjalët e zgjedhura nga kreu i qeverisë janë ato të njeriut që nuk i qaset si armik, teksa i thotë se ja kupton hallin. Në këtë fotografi të trisht, unë nuk shoh asesi dështimin tënd. Shoh veten time dhe vështirësitë dhe hallet e tua. Po, sepse luftoj për ditë e zemërom jo pak me ata që nuk u ndjen për ato vështirësi dhe nuk din as të t'i qajnë hallet, por më keq akoma, t'i përçmojnë si të ishe një koment anonim në Facebookun e tyre, jo një rob zoti me barrën e problemeve të tua në pragun e derës së shtetit tënd. Protestuesit i shtrin dorën dhe i thotë se kupton mjaft mirë çfarë do të thotë shija e tradhtisë nga ata që i ke dhënë besimin. Kjo imja nuk është letra e dikujt që të qan hallin duke të parë nga lart apo nga larg. Është një letër e ndje respekti për ty që besove, luftove dhe mbete vetëm. Po njëkohësisht është një shtrirje dore nga dikush që e di çdo me thënë të ndjesh vetëm, kur besimi që jep shpërdoret dhe lufta që bën të raftohet. Nëse një ditë do të kuptosh të vërtetën e thjesht se halli yt nuk është as fare larg hallit tim, atëherë mos i prit aty ata që do të kthehen përsëri në mbrëmje. Eja tek unë. Protestuesi në foto i vetë identifikuar në rrjetet sociale me emrin Erli Sina, ju kundërpërgjigj kryeministrit me një mesazh shoqëruar me të njëjtin imazh. Unë nuk jam ti, nuk jam ai që ka pushtetin prej vitesh në dorë, nuk jam ai që firmos vendime që ndryshojnë jetën e njerëzve, nuk jam ai që kontrollon institucionet, buxhetet dhe fatet e këtij vendi. Ti je, prandaj mos guxo të më thuaj se halli im është halli yt. Ti nuk je viktime e halleve të mia, ti autori tyre. Pas protestës mbrëmjen e të shtunës, një prezencë simbolike ka qëndruar në trotuarin para zyrës së kryeministrit edhe gjatë natës.